Pranimi në spital për mjekim. Paragrafi 3 i aktit për shëndetin mendor 1983. Përse jam në spital? Ju mbani në këtë spital sipas paragrafit 2 të aktit për shëndetin mendor 1983. Kjo do të thotë se 2 mjekë mendojnë se ju keni çrregullime mendore dhe duhet të rrini në spital në mënyrë që të merrni mjekim dhe kujdes. Sa kohë do të qëndroni këtu? Fillimisht, ju mund të mbani këtu deri në 6 muaj, në mënyrë që të merrni mjekim të nevojshëm. Gjatë kësaj kohe, ju nuk duhet të dilni nga spitali, përveç nëse personi përgjegjës për kujdesin tuaj, klinicisti i juaj përgjegjës, ju thot se mund të dilni. Nëse përvoni të dilni nga spitali, stafi mund t'ju ndaloj, dhe nëse dilni, ata mund t'ju kthejnë mbrapsht. Çfarë ndodh me tutje? Klinicisti juaj përgjegjës ju tregon nëse mendon se ju jeni në gjendje të mirë që të dilni nga spitali. Nëse klinicisti i juaj përgjegjës mendon se ju duhet të qëndroni në spital më shumë se 6 muaj, ai mund ta përtërije qëndrimin tuaj edhe për 6 muaj të tjerë dhe pastaj edhe për nga 1 vit. Klinicisti juaj përgjegjës do të bisedoj me ju lidhur me këtë nga fundi i çdo periudhe. Çfarë mjekimi do të më jepni? Klinicisti juaj përgjegjës dhe një antar i stafit do të bisedojnë dhe ju lidhur me ndonjë mjekim të nevojshëm. Sipas mendimit të tyre, në të shumtën e rasteve ju duhet të pranoni mendimin e tyre. Ka rregulla të ndryshme për disa mjekime të veçanta, siç është terapia elektrokonvulsive, ECT. Nëse sipas stafit mendor ju jeni këtu nevojë për një nga këto mjekime të veçanta, do t'ju shpjegojmë rregullat dhe do t'ju jepet një fletëpalosje tjetër. Klinicisti juaj përgjegjës dhe një antar i stafit do të bisedojnë me ju lidhur me ndonjë mjekim të nevojshëm sipas mendimeve të tyre. Në të shumtën e rasteve, ju duhet të pranoni mendimin e tyre. Pas 3 muaj ekzistojnë ka rregulla tjera të veçanta lidhur me medikamentet ose ilaçet që ju jepen për çrregullimin tuaj mendor. Nëse nuk i merrni medikamentet ose ilaçet, ose jeni shumë të sëmurë për t'i marrë ato, një mjek i cili nuk është nga ky spital do t'ju vizitoje. Ky mjek i pavarur do të bisedojë me ju dhe me stafin e spitalit që ju njeh. Mjeku i pavarur do të vendosë në çfarë medikaliteti ose ilaçesh do t'ju jepen. Këto janë të vetmet medikamente dhe ilaçe që mund t'ju jepen pas pëlqimit tuaj, përveç nëse është rast urgjent. Mjekimi i pavarur quhet SOAD, mjek i caktuar për një mendim tjetër dhe është i caktuar nga një komision i pavarur i cili monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor. Ka rregulla të ndryshme për disa mjekime të veçanta, siç është terapia elektrokonvulsive, ECT. Nëse stafi mendor mendon se ju keni nevojë për një nga këto mjekime të veçanta, do t'ju shpjegohen rregullat dhe do t'ju jepet një fletëpalosje tjetër. A mund të apeloj? Po, ju mund të apeloni kundër vendimit për t'ju mbajtur në spital sipas paragrafit 2. Për ta bërë këtë, ju duhet të kërkoni nga drejtuesit e spitalit, ju jepet
të jeni të dilni nga spitali. Këtë mund ta bëni në çdo kohë. Drejtuesi i spitalit janë komisioni i veçantë i hapur brenda spitalit për të vendosur nëse njerëzit duhet të mbahen akoma në spital. Ata do të dëshirojnë të bisedojnë me ju para se të vendosin nëse ju lejohet të dilni nga spitali. Ju mund t'ju shkruani drejtuesve të spitalit ose mund të pyesni një antar të stafit për t'ju ndihmuar. Ti kontaktoni drejtuesit e spitalit. Anëtari i juaj më i afërt i familjes, po ashtu mund t'ju shkruaj drejtuesve të spitalit për t'ju thënë se ata dëshirojnë që t'ju lejohen dalja nga spitali. Kjo fletëpalosje ju shpjegon më poshtë se cilat janë anëtarët më të afërt të familjes tuaj. Nëse anëtari juaj më i afërt i familjes e bën këtë, drejtuesi i spitalit duhet të lejen të dilni brenda 72 orëve, përveç nëse klinicisti juaj përgjegjës ju thot atyre se ju mund të jeni rrezik për vetveten dhe për njerëzit tjerë nëse ju lejohet të dilni nga spitali. Nëse ndodh kjo, atëherë anëtari juaj më i afërt nuk do të mund të kërkojë nga drejtuesit e spitalit që t'ju thojë nga spitali edhe për 6 muaj të tjerë. Nëse ju ankoheni mbaheni në spital në atë kohë, ju mund të kërkoni nga tribunali që të pohojë se ju nuk duhet të mbaheni më në spital. Ç'është tribunali dhe çfarë ndodhet? Tribunali është një kuadër e pavarur e cila mund të vendosë nëse ju akoma keni nevojë për të kujdesur. Ky kuadër do të mbajë një mbledhje me ju dhe me stafin që njeh juve. Kjo mbledhje quhet seance. Nëse doni t'ju mund të kërkoni nga një person të vijë në seance për t'ju ndihmuar. Para seancës, anëtarët e tribunalit do të lexojnë raportin lidhur me ju dhe kujdesin tuaj. Njëri nga anëtarët e tribunalit do të vijë të flasë me ju. Kur mund të aplikoj tek tribunali? Ju mund të aplikoni tek tribunali një herë gjatë 6 muajve të parë të mjekimit të mbikëqyrur në komunitet, në çdo kohë. Pastaj ju mund të aplikoni përsëri edhe një herë pas 6 muajve të tjerë dhe përsëri nga një herë në çdo vit, gjatë qëndrimit tuaj në mjekimin e mbikëqyrur në komunitet. Nëse anëtari juaj më të afërt të familjes i ka njoftuar drejtuesit e spitalit se ata dëshirojnë të përfundojnë mjekimin tuaj të mbikëqyrur në komunitet, për klinicisti i juaj përgjegjës thotë se mjekimi nuk duhet të përfundojë, atëherë anëtarët juaj më i afërt po ashtu mund të aplikojë tek tribunali. Atëherë në më i afërt i familjes duhet të aplikojë brenda 28 ditëve për të treguar se klinicisti juaj përgjegjës nuk mendon se mjekimi i juaj i mbikëqyrur në komunitet duhet të përfundojë. Nëse dëshironi të aplikoni tek tribunali, ju mund të shkruani në adresën The Tribunal Service, shërbimi i tribunalit, PO BOX 8793, 5 Flor, Leicester, LE1 8BN, telefoni 0845 223 2022. Ju mund të kërkoni nga avokati t'ju shkruaj tribunalit për ju dhe t'ju ndihmojë në seancë. Autoriteti i shërbimeve sociale dhe shoqata e drejtësisë ka një listë të avokatëve të specializuar për këtë çështje. Ju nuk duhet të paguani avokatin për këtë ndihmë. Ky shërbim është falas në bazë të skemës për ndihmë ligjore.
Njoftimi i anëtarëve më të afërt familjar, një kopje e kësaj fletëpalosje do të jepet një personi të cilit akti shëndetësor mendor e konsideron si më të afërmin e familjes tuaj. Është një listë e njerëzve në aktin e shëndetit mendor që konsiderohet si anëtar të familjes suaj. Zakonisht personi që është në krye të listës është anëtari më i afërt i familjes. Autoriteti i shërbimeve sociale mund t'ju jep një fletëpalosje e cila e shpjegon këtë dhe se çfarë detajesh ka më i afërt i familjes tuaj në lidhje me kujdesin dhe mjekimin. Nëse ju nuk dëshironi që ky person të merrë një kopje të fletëpalosjes, ju lutem tregoni infermierëve tuaj ose një anëtari të stafit. Ndërrimi i anëtarit më të afërt të familjes, nëse mendon se ky person nuk është i përshtatshëm të konsiderohet më i afërmi i familjes tuaj, ju mund të aplikoni tek gjykata e qarkut për të konsideruar një person tjetër si më të afërm të familjes tuaj. Autoriteti i shërbimeve sociale mund t'ju jep një fletëpalosje e cila e shpjegon këtë. Letrat e juaja, të gjitha letrat e marruara gjatë qëndrimit tuaj në spital do t'ju dorëzohen juve. Ju mund t'ju dërgoni letër ndonjëherë përveç ndonjëri që ka pohuar se nuk dëshiron të merr letrat nga ju. Letrat dërguar këtyre personave mund të ndahen nga stafi i spitalit. Kodi praktik. Kodi praktik është ai që jep këshillat lidhur me aktin e shëndetit mendor njerëzve të përfshirë në kujdesin tuaj. Ata duhet të marrin parasysh se çfarë thonë kodi kur të marrin vendimin lidhur me kujdesarinë tuaj. Nëse doni, ju mund të kërkoni të shihni një kopje të kodit. Si të ankoheni? Nëse doni të ankoheni lidhur me ndonjë pakënaqësi që ka të bëjë me kujdes dhe mjekimin tuaj në spital, ju lutem bisedoni me një anëtar të stafit. Ata mund të rregullojnë këtë çështje. Ata po ashtu mund t'ju jepen informacione lidhur me procedurën e ankimit të spitalit, të cilët mund të përdorin për të zgjidhur pakënaqësitë tuaja nëpërmjet të quajturit vendim lokal. Ata po ashtu mund t'ju tregojnë për persona të tjerë që mund t'ju ndihmojnë për t'u ankuar. Nëse mendoni se procedurat e ankimit nuk mund t'ju ndihmojë ju, mund të ankoheni tek një komision i pavarur. Komisioni i pavarur e monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor për të siguruar përdorim të drejta dhe kujdes të duhur ndaj pacientëve gjatë qëndrimit të tyre në spital. Stafi i spitalit mund t'ju jep një fletëpalosje e cila shpjegon se si të kontaktoni me komisionin. Ndihmë dhe informacion të mëtejshëm. Nëse ka diçka që nuk kuptoni lidhur me kujdesin dhe mjekimin, një anëtar i stafit do të përpiqet t'ju ndihmojë. Ju lutem kërkoni nga një anëtar t'ju shpjegojë nëse ka diçka në këtë fletëpalosje që nuk kuptoni, ose nëse keni ndonjë pyetje tjetër që nuk ju ka përgjigjur fletëpalosja. Ju lutem kërkoni një kopje të kësaj fletëpalosje nëse i duhet edhe dikujt tjetër.